Prej më shumë se 2 muajve, Xhemail Nuhiu ndodhi në Arati. Përkundër që ishte i dyshuar si autori i vrasjes së Muhamet Matoshit pranë shtëpisë së tij në Hajvali, Nuhiu ja doli të ikte në Londër. Atje ai është arrestuar nga policia metropolitane. Ministria e Drejtësisë në Kosovë, përmes një përgjigje me shkrim për TV1, e konfirmoi arrestimin e Xhemail Nuhiut. Ju njoftojmë se procedura e ekstradimit të personit në fjalë do të realizohet sapo vendimi për ekstradim i marrë nga autoritetet britanike të bëhet i plotfuqishëm. Për shkak të natyrës së rastit dhe procedurave ligjore, për momentin nuk mund të ofrojmë më shumë detaje lidhur me këtë çështje. Televizioni ka tentuar gjatë ditës që të flasë edhe me familjarët e viktimës lidhur me rastin, por të njëjtit mbrapa kamerave kanë thënë se nuk janë të gatshëm. Avokati Arbër Jashari tregon se vendimi për ekstradim bëhet i plotfuqishëm vetëm pas një vendimi të gjykatës. Mund të zgjasë deri në disa muaj dhe pengesat natyrisht mund të jenë të natyrës teknike administrative, por në rast se organet e Kosovës para autoriteteve britanike arrin me vërtetu që personi ka dyshim të bazuar se personi ka kry veprën penale për cilën po ndiqet dhe ky dyshim është i bazuar ose i faktuar me prova, unë mendoj që baza ligjore ekziston dhe nuk do të ketë pengesa të natyrës procedurale. Më herët, njësia e hetimeve të përgjithshme që vepron në kuadër të drejtorisë rajonale të policisë në Prishtinë me autorizim të prokurorisë kompetente kishte shpallur në kërkim Xhemail Nuhiun. Xhemail Nuhiu pritet të dalë përpara gjykatës së ekstradimeve në Londër me 31 tetor. Rrethanat se si ajo arratis pas krimit nga territori i Kosovës për të mbërritur në Britaninë e Madhe ende nuk dihen.